si është puna? Nuk është mirë mëngjesi sot. Sepse po të ishte mirë mëngjesi, nuk do kisha të njëjtën bluzë si te vlogu i kaluar. Por diçka që ju duhet një medita është që videot normal regjistrojnë larg njëra tjetrës, sepse ti mundesh me thanë, e po këtë hudi kisha dite, kishe këtë dite, e di si është puna, ta shpjegoj unë si është puna, prit. Ky është rafti, okay? Edhe kemi 1, 2, 3, 4, 5 hudi. Marr një hudi, kët, e përdor, e fus e laj, nuk rrin kosh ma shumë se një ditë, sepse mami im direkt i fut me i la. Edhe kështu që ndërkohë që kjo po lahet, marr hudi tjetër. Okej. U la kjo? U bë për të la tjetra. Kështu që hell tjetër me u la, edhe kështu që kërkoj një hudi. Po them, hajt po marr një nga këto hudi që janë raft, po marr kjo që sapo e ka la mami. Edhe marr përsëri. Kështu që me pak fjalë 1, 2, 3, 4, 5 hudi, edhe gjithmonë është një rotation vetëm mbi 2 hudit që janë nalt. Sepse është pa praktike, okay? Se nisin direkt akuzat, nuk lahesh. Ti nuk lahesh. Të bësh shaka. Dhe mami më thot si normal. Para disa ditësh ishin këtu shoqet e mia. Edhe ishte një problem dushi. Edhe më thot mami, nesër do ta sistemoj. Mos i thash, me tha nesër nuk mund të lahem. Pavarësisht se mund të lahem te vaska, por prapë nuk është njëjtë. Vaskën e përdor më shumë kur du me nejt në vaskë dhe me bëj everything shower tamam. Nëse s'ban duhet lahesh edhe nesër? Edhe i thash, po nëse regjistroj, du të lahem. Sa bëhesh pis duke regjistru? Nuk e di, du t'jem e lame. Për shembull sot nuk jam la. E pranoj, nuk jam la, hala, sepse nga çfarë mund ta dallosh se nuk jam la? Jo, në fakt kjo nuk funksionon me mua, isha turrejt, prit se isha gati turrejt, se isha duke thënë, mund ta dallosh që nuk jam la, nëse i kam flokët e kapme. Por ka raste që un lahem pozaçërisht për me i kap flokët, sepse ndryshe nga shumica e njerëzve, nga një herë flokët e kapme më dalin më mirë kur i kam flokët e lame. Absurde. Gjithsesi, mas gjithë këtë bla 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 që se di as vetë se çfarë fola, mami di ishte për darkë te Davidi, edhe unë nuk isha fatkeqësisht se isha te Sofia. Duket delicious. Mori këtë pasta fuzili me pesto, zucchine, spek më duket. Nuk duket sikur është me pesto, po ka pak pesto. Edhe duket delicious, kështu që këtë do ham tani sepse nuk kam plan të gatuj duke pas këtë. Direkt shkon në mikroval. Ngrohjen pothuajse nuk e nezim asnjëherë. Do të thënë ngrohjen kështu kalorifera që janë këto. Pothuajse asnjëherë. Edhe kështu që ndezim kondicionerat nëse duam me ndez me nejt ngrohtë. Ose këtë stufën e vogël. Por, për shembull, unë tani nuk kam ftohtë, nuk kam nevojë me nez kondicionerin, ama rrobat nuk thahen, nëse nuk nez ngrohjen. Edhe me shkutrin lavanderi me i tha, pritoj, kështu që nezim këtë e ja lejmë aty përpara që thahen rrobat, edhe shtet. Sa mesazhet sot? Çe ke me kërkume? Vllai. Okay, po i kërkova një power bank, sepse do i ikë në Shqipëri. Shumë shishme. Po mungon kripa. Dhe me thanë për njerëzit normal nuk besoj se mungon kripa, po unë kam një problem. Fatkeqësisht para pak kohësh ka ndru jetë gjyshi. Dhe me thanë babi i mamit. Dhe fatkeqësisht unë nuk mujta me shku në varrim. Sepse nuk kisha dokumenta. Nuk kisha dokumenta. E kisha pasaportën në renovim edhe kështu që nuk me dhanë leje për me udhëtu. Nejse, që është e kodë du me thanë me u mërzit për një aspekt që nuk kisha asisen në dorë, se që me bë, sepse nuk ishte dhe fuqit e mija me ndryshu diçka përsaj për këtë asaj rrethane. Vendosa të iki me dajen, djalin e dajes, nusen e dajes, me makinë, që të rri vetëm për Krishtlindje, sepse pastaj për vit ri do vi këtej. Besoj që do jetë e çuditshme dhe besoj që nuk e kam konceptu hala, do me thanë, këtë vdekje, sepse hala nuk kam shku te shtëpia e gjyshit, edhe besoj që aty do ndihet më shumë fakti mungesa e personit, kur shkon në atë shtëpi ku jem mësuar gjithmonë me taku edhe nuk është. Por diçka që më lumturon është që këtë vit kam shku shpesh herë në Shqipëri dhe çdo herë që kam shku e kam taku, edhe për këtë jam e lumtur. Edhe në thojza diçka tjetër që më lumturon është që ka bën një jetë të gjatë dhe të bukur. Ishte 83 vjeç, edhe normal që njerëzit jetojnë edhe më gjatë se kaq. Por prap se prap, në perspektiv të shumë situatave të tjera, ka jetu një jetë të gjatë.
Kështu që kjo ka rëndësi. Pavarësisht 700.000 vështirësi që kanë pasi familje, ka jetu gjatë edhe ka gëzu faktin që ka mujt me i pa fëmijët duke ndërtu jetën e tyne, duke kriju familjet e tyne, edhe besoj që kjo është diçka super e bukur, edhe për të cilën duhet me qenë mirënjohës. Gjithsesi ti e din që nuk jam tipi mërzis, edhe kur kam humbë babin tim, nuk kam qenë ndonjëherë tipi mërzis, edhe gjithmonë kam dashur me pa lumturi edhe me sjell buzëqeshje në fytyrat e njerëzve. Kështu që nuk po iki sepse du të mërzitem, por po iki sepse normal që du edhe unë të jem atje, duke qenë se nuk isha edhe të gjithë ishin, vllai, gjithë kushit, vllai, mami, gjithë ishin në Shqipëri, edhe unë kisha ngel këtu total vetëm. Po iki sepse kam qef të jem për festën e Krishtlindjeve atje. Edhe sinqerisht duke menduar se jam super funny, duke ditë se jam super funny, shpresoj të paktën t'ju kthej buzëqeshjen familjes time me të cilët do jem për Krishtlindje. Po presni pak nga Sephora, sot u ditë me ardhe. Ndoshta jam pak emotional këto kohët e fundit, po më doli një video të një çifti që kishin një super reaction, super cute kur morën vesh që po prisnin një beb. Më kapën emocionet. Edhe menova, e di që mund duket budallik, po menova, imagjinoj sa shumë emocionohem kur e shoh të tjerët, të njerëz që as nuk i njoh, që po presin një beb, edhe po imagjinoj çfarë emocioni do jetë kur ta provoj vetë. E nuk e di as pse po e menoj, domethënë sepse është aq larg si ide, sepse pikës pari për me bëj një beb duhet me pas një partner. Po nuk e di, ndoshta nga që gjithmonë i kam adhuru fëmijët dhe bebat gjitha në përgjithësi. Edhe nuk po e them sikur po pres që të nodhi me së zbani. Jo, unë e kam pranu faktin që do nodhi kur do të nodhi. Por normal që nga një herë shkon menja. Ku ishe njerëzit e tjerë duke jetuar ndër tane. Po nejse, mos flasim më për këtë temë, le të flasim për sene konkrete. Fëmijë për të cilët me u gëzu nuk kam, por kam se për çam u gëzu sepse kam ble një palto. Edhe kur bën unboxing, duket se thash që kam porosit edhe një palto. Edhe paltoja ka ardhur, edhe është paltoja më e bukur në botë. Tani do bëhem gati sepse do ikit te qendra tregtare, edhe do të tregoj palton time. Lene se qa bluze kam poshtë, këtë hudin, por shiko palton. Lutem! Është kjo ngjyra perfekte si vishnje mix me kaf, por wow, sa bukur duket. Sa bukur dhe sa elegante duket, edhe normal që mbyllet këtu. Edhe është e gjatë deri pothuajse në fund këmbëve. Sinqerisht nuk e di nëse ka mango në Shqipëri, se unë këtë e kam marrë te mango. E di që këtu në Itali nëse nuk gaboj është sold out. Do të thënë te faqja e tyre në internet nuk del më, por disa detaje për këtë palton. Nuk është paltoja problemi, është materiali i cili përbën palton. Edhe kjo palto është 80% lesh, okay? Kam zbulu që lana thuhet lesh. Edhe është 80% lesh që supozohet të majë super ngrohtë, edhe ta konfirmoj që man ngrohtë. Tani normal nëse janë -20, nuk besoj se paltoja do majë ngrohtë, por për këtu ku jetoj unë, punën e vetë e bën. Edhe më duket sikur ngjyra më shkon, më përshtatet. Tani let's go sepse du me ikë te Sephora me pyet për pakun time. Ku është? Një diçka tjetër që bën me adhuru paltot e mëdhaja dhe të gjata është që ti mundesh me vesh gjithçka poshtë e nuk intereson askujt. Unë kam atë hoodin Simpson poshtë, por me këtë palto dukem si një diva kur më sheh rrugës. Pastaj nëse heq palton, si kalama, po pak rëndësi ka. Më duket se ka shumë jam e hutume, sa që kam harru portofolin në shtëpi. Edhe nuk është problemi portofolit, sepse okay, nëse du me ble diçka paguaj me kartë. Problemi është se s'kam asnjë dokument. Vete. Po edhe kjo s'ka problem, sepse është një aplikacion këtu në Itali që quhet IO, edhe kështu që patentën e kam aty, në qoftë se do më nevojitej. Ndalesa e parë, Sephora. Pagoja ime. Ndalesa e dytë, Tiger. Kam hyrë te Tiger me kërku organizuesa për zyrtarin e make-upit, edhe plus me marrë ndoshta një dhuratë botëspël për Sofian, sepse një dhuratë aman pastaj ja marr një anar se ka ditëlindjen. Aman sa cute janë këto. Por Sofia nuk e pin qumshtin kështu, vetëm han cereali, cornflakes. Edhe kjo mund të jetë ajo që përshtatet më shumë. Gjithmonë më kanë pëlqyer këto kalendaret kështu për me organizu jetën time, vetëm se unë nuk jam tip me pas në dorë kështu kalendarin, më duhet në telefon, përndryshe nuk kujtohem, harroj. Shisa kjo. Këtu mundesh me mbledh kujtime, sa bukur. OMG. Sour watermelon.
Unë ja adhuroj gjitha karamelet që janë sour. Ka edhe me Coca-Cola. Jam kaq happy që Pako ja ka ardhur, sepse nuk e prisja, unë vetëm shkova me kuriozitet që hajt noshta, por ajo punonjësja u tregu me të vërtet super e sjellshme, edhe më tha, po nejse, unë po shkoj gjithsesi te magazina e shoh, se nuk i dihet asnjëherë, noshta pa dashje nuk kanë shtyp okejn kur Pako ja ka ardhur. Ku di unë, vetëm kur vjen mas një 10 minutash me Pako në dorë, edhe ishte lumtur për mua, do të thënë kishte Pako kështu, e thash gëzova që më erdhi Pakoja, sepse për një person që bën make-up çdo ditë, edhe munohet me maj gjithë ditën, sepse ndoshta ka gjithë ditën e ngarkume, setting spray është i domosdoshëm. Edhe në Pako ishte një setting spray i ri që du me përdor. Unë kam shpreh shpesh që setting spray imi preferum, që kur kam provuar atë te Huda Beauty, është perfeksionja i setting spray. Setting spray dhe pudra Huda Beauty bashk janë me të vërtet funi i botës. Por për punën që bëj thash, hajde të provojmë një setting spray të ri. Gjithsesi tani do i hip shtëpi, edhe do t'tregoj se qa bleva budalliqe tjera, nuk kam ble kush e di se qa, po thysha si se në fakt. Qa fati që më qelloj, unë alat e një karburant, sepse më nezi makinat e spian si kur janë gomat e shfryme. Edhe duke e pas marak se mos kam shfu një gomë, thash okej, karburanti i parë që do m'dali, do ndaloj. Edhe ndalova, edhe shkova ty te kasa, edhe e pyeta në qoftë të se kishin atë kompresorin për me fry gomat. Edhe më tha, po, është atje në fund, edhe ishte një vajzë aty. Tani unë nuk pretendoj që ajo dije se si funksionon me se s'ban kompresori, por si sa çka ti jesh në fakt edhe unë duhet me ditë se si funksionon, por nejse. Por ishte edhe një burr tjetër në mosh. Edhe tha, po, atje në fund tek e, do me thënë ato e morën për të mirë qanë që unë e di se si funksionon kompresori me frigomat. Thasha, okej, nejta pak si kshu në siklet atje në fund, do me thënë doja që ai burri të kuptonte që unë nuk di. Po thash, prit, nuk po ja them direkt, edhe e pyeta për herë të dytë, do me thënë i thash, okej, ai atje në fund të tabela e kuqe, po, edhe direkt një grup që ishin anash meje paka shumë, ato ishin unë në tavolinë, se ishte edhe lokal aty, edhe vetëm kur më thot njani për tyne, lo saj fare, që a din me e bëm, foli italisht. E i thash, no, nuk di. E më tha, okej, se erdha unë edhe ta sistemoj. Se sigurisht ishte një djalë shqiptar, sepse vetëm shqiptarët ndihmojnë. Më thanë, ai burri as nuk i shkojnë menja hiç me m'pyet, a din? Zero. Nejse, erdhi ky djali si përfundim edhe mi sistemoj, mi kontrolloj gjitha gomat. Hajt ma muhabet jo po prika je, jo po ane, jo po këtej, kështu. Tipike shqiptarësh, edhe shnet. Faleminderit shumë, mi rregulloi fryni gomat, ishin pak buta, tani jam në rregull. Qesja e parë, ushqime për macet. Këto janë ushqime që kanë qef macet e mia, me salmon, dhe janë llaftume, edhe plus këto supat. Sepse një herë ditë ju jap edhe supë. Shohim që kam marrë të Sephora pra. Setting spray që do provoj është ky nga Charlotte Tilbury. Edhe është versioni mat, shpresoj të jetë i vlefshëm. Sepse 39 euro, sinqerisht, edhe këtë nga The Ordinary, që është shumë i mirë për me ly flokët, do thënë me ly rrënjën e flokëve. Edhe më kanë dhënë një tester, Good Girl, Carolina Herrera, Tiger. Tek Tiger kam bler një ndër snack të mi të preferuar, edhe janë këto rice cakes me çokoladë. Janë shumë të mirë. Pastaj si përfundim e bleva këtë për Sofia. Shisa lezetshme o zot. Plus edhe ca çokoladë me ja fut aty te tasi. Ndërsa këto karamelet i bleva që t'ja jap Aurorës, janë me zemra, se do shkoj te Davidi pastaj, edhe këto do t'ja jap Aurorës. Aurora do të thënë nuse e Davidit. Se këto matet e mia nuk rrinë shnosh një sekond. Fundim për vete mora 2 snack. Të provoj para, sour watermelon apo cola rings. Provojmë cola rings. Njerën se pas kam të mirë. Cute. Shkrihen. Provim watermelon. Supozoj të jetë edhe sour. Sa të lezetshme. Me hyllamët. Po nuk është sour. Me thëmë për që i kam qef ekstrem sour, të nuk janë sour. Lene rëmujën, që kemi këtu në privat. Mami ka porosit këtë qantën në Amazon për këto udhëtimet në Shqipëri, edhe duke qenë se unë po do ike me makinë, por do kthehem me avion, për ti shpërthej pantallonat. Nuk mund të marrë kush e di se qa, sepse, si që thash, do kthehem me avion. E di se qa do vesh nesër, sepse nga që jemi me makinë do vesh streqe termike të zeza, një bluzë poshtë edhe një hoodie. Atëherë, fiks pari do marrim këtë bluzën, që është me mangë gjata. Kiki do me hyj edhe ti në çantë, edhe këtë do marr. Disa rroba hala po thahen nga ato që do marr me vete, kështu që
avash. Këto pantallonat që nuk do t'i hekuros sepse do rrudhosen, kështu që do t'i hekuros në Shqipëri kur du me i vesh. Rrobat që du me marrë me vete, halas janë tha. Këtu do fusim letra, do marrë edhe letrat. Këtu do fusim make-upet, sepse unë tani make-up s'do bëj. Do thënë unë e kam për sot, nesër mund ta bëj rrugës, skin tint, contour, blush, concealer, blush pluhur, rimeli, pudra, setting powder, lapsin e buzës, një lip gloss, edhe një lip gloss tjetër, penelin për vetullat. I pako facoreta ta kemi gjithmonë me vete. Penelet do i fus te kjo, that's it. Edhe këtë setting spray, do fus edhe këtë setting spray të Charlotte Tilbury. Do marr larsin e fytyrës me vete dhe nuk e kam problem që e kalon peshën sepse kam 2. Edhe këtë do ja lej nusës dajës se do ma sjellja ajo pastaj. Edhe strukante kam 2, kështu që do ma sjelli përsëri nusë dajës. Kremi hidratues deodorant, lakun sepse edhe lakun kam 2. Te kjo shishe e vogël do fusim këtë langun për lentet. Nuk do e mush plot sepse nuk është se m'duhet që të jetë plot, por nuk i dihet. Kjo duke qenë se shishe e vogël, pastaj mund ta kthej me vete. Mund ta maj në çantë. Te ky tasi i vogël kështu, do fus gjelin për çerpikët, sepse pa këtë gjelin unë nuk i bëj dot. Do gjelin e vetullave, çfarë jam të thënë edhe unë gjeli i çerpik. Do fshet e prova pak. Edhe produktet e vetullave do i fus që tani në çantë, sepse edhe ato do i rregullojnë makinë. Mund të marr kët, kranin për vetullat, gjelin për vetullat, fijen e dhëmbëve, lastik flokësh, kapset për flokët, gjitha që më duhen për çerpikët, plus do fus edhe këtë përsëri për flokët. Ky krani nuk e nxen, kështu që do ta majmë veç. Edhe këtë për lentet e fusim këtu, edhe kremin hidratues e fusim këtu. Më mirë marrim edhe një lastik tjetër, se lastikët e flokëve gjithmonë hupin. Super! Edhe furçën e dhëmbëve, sepse kam 2, mund ta fus që tani. Edhe besoj jam rregull. Ju kam thënë që Leo veç ka qef me nejt kur riun, roje. Super cute sot, me pallto që ishe të urzu. Tani jo ma, sepse tani do ikim. Ku do ikim? Jam nuk marrë telefonin se jam të pritu me marrë kamerën, se shi sa budalli që ti kam me veti, jo po të marrë edhe kamerën. Apo do ikim te kinezi me marrë një sapun edhe foundation. Por, si që po thoja, isha super cute, tani do dal me Crocs. Ti do thush po ka 5 gradë jashta, s'ka problem. Edhe shife këto shapkat e mamit sa cute. Erdha te kinezi që ka dash me marrë 2 herë në radhën e kalume. Unë duhet me hy me sy myrë në për dyqanet tilla, sepse ka shumë budalliqe që i du. Me duhet një sapun i thjesht, veç për me la penelat, antibatteriko. Mandorla, roza, ose lavanda. Po marrë këtë mandorla. Me lejthia quhen këto. Jam shumë me dymenje, a me marrë këtë Fit Me, se e di që më ka pëlqyer shumë, apo me provu këtë tjetrin Superstay. Nuk po marrë edhe prap përsëri Skin Tint, sepse kam hyrë në një rreth që du me i provu produktet tjera. Këtë e maj men që më ka pas pëlqyer, por edhe këtë e kam provu në fakt. Atë se kam provu asnjëherë. Një ndër lip glossat më të mirë. Edhe kushton vetëm një herë 79 këtu te kinezi. Ndërsa në dyqanet tjera që shesin Essence, kushton diku te 3 euro nëse nuk gaboj. Seduto thash! Se nuk ulesh? Thash seduto! Guarda! No. Kam marrë me raqyrit patatina, panettone me çokoladë, kam marrë një power bank për rrugën, po shkarkoj video, po pi çaj. Sinqerisht, ka lezet. Sembrano scappato di casa. Ares! Yll bote. Glielo prendevo la giacca. Oh, Jaimil! Ska patatinat? Super.